أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Falënderimet, adhurimet I takojnë vetëm Allahut, Zotit gjithësisë, pse vetëm ai meriton, është krijuesi absolut, dhuruesi absolut, vetëm atij I takojnë adhurimet, falënderimet gjitha. Allahut I lartë madhëruar dhe pa tmeta. Mëshira e Allahut qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe për mbi të gjithë ata besimtarë dhe besimtare që ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Mëshira Allahut qoftë për mbi të gjithë ju që jeni sot bashkë në këtë xhami. Dhurat më të madhe nuk ka më për gjithë ju, për gjithë ne, pjesëmarrja në faljen e xumas. Me të vërtetë është një dritë e madhe, edhe vallahi po ju them se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që falësit e xumas do të kenë jetë tjetër edhe në banesën e varrit. Vallahi. Do të mlidhen në çdo ditë xumaje, po se si e din vetëm I Madhi Zot. Do të kënaqen çdo ditë xumaje, po vetëm Allahu e din. Çdo besimtar dhe çdo besimtare që ka marrë pjesë në faljen e xumas. Pra është me gjithmonë ditë falje, ditë mëshire. Veç kësaj, sikur e përmendëm edhe në xumën e kaluar, që nërmjet dy xumave, Allahu xhelle xhelaluhu, domethënë kush I bën pra dy xuma, e ka fal xumën që shkoi, falë këtë xumën tjetër, nërmjet dy xumave nuk I ngelet asnjë gjuna. Po është interesant se këto që janë xhamis, e që s'besojnë, totalën. A I shifni thotë si përshkojnë me falë gjinofët. I besimtar ka kalu për kësa jetë, Zoti e mëshiroft. I tha, vallaj, tha, ta di, tha, se më janë fshit gjitha, tha, do të shkojt flenjë këtë xhamia, tha. Nuk do vek ne I hiq. Pra për hatrin e asaj që me të fshit gjinofët. Mirë po, këta vëllezër nuk e kanë të qartë, qa janë gjinofët. Një. E dytë nuk e kanë të qartë që do japin llogari. Edhe të gjithë mendojnë se këtu është kusht të munet. Nuk ka llogari. Ja ka brumos shejtani I mallkuar në tru që s'kena për të marrë llogari. Edhe kjo është ja ka shnashat e menjen e trunin, që ka të është kjo. Ba që të dosh me ba, se nuk da kesh llogari. Por vallahi, jo gjinafet e gjithë javës, po ne ta falenderojmë Allahun xhelle xhelalu qoftë edhe për një gjinat vetëm. Se jeni pjesë e madhe e gjinafeve. A e dini se një njeri ka numëruar gjinafet gjatë gjithë jetës vet. Edhe si mos asaj llogarie që ka bën për I kanë dalë rreth 21.000 gjinafe. Por mos harroni se wa aleikum selam. Llogarinë ka bën një gjinaf në ditë. Wa aleikum selam. Mirë po, nuk është llogaria një gjinaf në ditë. Llogaria mund të jetë të paktën 100 gjinafe në ditë. Ai një ka bën llogari, kanë shkuar rreth 21.000 gjinafe. Pra një me të falë Allahu xhelle xhelaluhu, edhe të je I mëshiru. Edhe shqyqër Zotit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot nga xumaja në xuma, ati që I bashkot, I babash dhe xuma, nërmjet tyre janë fshi gjinafet. Kjo është me pakta. E dyta, si mendoni se do ta shpërblej Allahu xhelle xhelalu një rob që ju ka përgjigj thirrjes, ja eyyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'a. O ju që një keni besu, thot Allahu xhelle xhelalu, përgjigjuni thirrjes për ditën e xumas. Pra, në qoftë se ti ju ke përgjigj kësaj thirrje
që është direkt nga i modhi Zot Gjelle Gjelalu në Kur'anin e madhrueshëm, si mendon se sa do të shpërblehesh? Wa alaikum salam. Si mendon se ku do ta kesh vendin në xhenet? Vetëm për shkakun e kësaj thirrje. Pse erdhi libri i Zotit, erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po ne nuk e pam me sy. Nuk e pam. Tjerë e pan. Megjithatë ne i besojmë atyre që e pan, i besojmë dhe librit të Zotit, edhe më herë vazhdojmë në ditën e xumas. Pra, e ka shkruajtur i hershëm Zoti e mëshiroft, a tho këtë popull, thot, mend e kanë lanë, që i myll dyqanet edhe shkoj e fal xhuman. Pra, i thret pjesës tjetër që s'besojnë, ora, mblidhni menën, thot, shifni. I njëri më tha, sirë thë ta myll dyqanin, thë për ditë xhumaja, thë. A ditë qa humje kom, thë. A imaginoni? I thash repa merak. Se ke për ta mëllë, thash, jo orë. Po ka për qëllu me e mëllë, thash, në 6 muaj, e në i vjetë, e në kretë. Nuk shkoj gjatë. Se thash, nuk ka iman, s'ka besim. Nuk shkoj gjatë, ra plani me e preshat dyqanin. Po bjerë plani. Be plani i bje zjarmi. Aleikum salam. Be plani falimentar, nuk shitet mallja, nuk blehet mallja. Bin 100 milion lloje hallesh. Një tjetër më tha, më kërkojnë punë dhe po s'kam takat të më shku. Shisi u mall ka prap dyqanin. Më kërkojnë dhe po unë s'kam takat më shku në punë. Ju betohem, Zote. Pra, ti po tremesh nuk po e respektojnë urdhën të Zotit Gjelle Gjelaluhu. E kuptojnë njëri thash çdo ditë ngrehem 3 mesi të për shku në punë. Aleikum salam. Shumë mirë. Pra Allahu Gjelle Gjelaluhu i amëlli dyqanin. Sa Allahu ta ka hapër. Allahu ta ka hapë dyqanin, për Zotin. Aleikum salam. Ajtë ka dhonë menjen. Mas më të pasozu dhe mas më të pasqoj ma dhe Zot Gjelle Gjelaluhu, se di ku mund tjetë rubi. Pakët mirësit Allahu Gjelle Gjelaluhu. Jo mu krenu. Je firme madhe, je kompanie madhe, je punëtori madhe, je drejtori madhe, je ministri madhe.